dhe do bëj transparencë të plot me çfarë ka ndodhur në mbledhje. Dhe për ta sqaruar këtë, meqense kolegët ishin shqetësuar pse ne ju kemi informuar ju, këtë e kemi bërë spari sepse nuk ka asnjë vendim të Këshillit Mandateve që seanca të ishte me dyert të mbyllura. Pra pengesa juaj që t'informoni në mënyrë transparente publikun është penguar me një vendim personal të kryetarit të kuvendit, sepse Këshilli nuk ka vendosur për të zhvilluar mbledhje me dyert mbyllura dhe është detyra e deputetëve të opozitës që të bëjnë transparencë të plot me çfarë ka ndodhur në mbledhje, sepse pash që kishin spinë edhe për gënjeshtrime tërësisht të gënjeshtërta mbi qëndrimet e prokurorëve në mbledhje. S'pari njerë mbledhje ne kemi të regjistruar të plot, edhe për faktin sepse e dim se si vepron pala tjetër. S'dyti asnjë surprizë, Edi Rama kishte urdhëruar sot 5 antarët e tij në Këshillin e Mandateve që të bëheshin buroj politike për të korruptuarën Belinda Balluku. Ajo që konfirmoi prokuroria është që po, situata penale ndaj zonjës Balluku është rënduar së tepërmi krahasuar me masat e para që gjykata ka dhënë ndaj saj, masat cilat në këtë moment të hetimit nuk mbrojnë dot hetimin e paanshëm dhe të plot nga prokuria. Po citoj atë që prokuria tha, në momentin që ndaj zonjës Balluku është kërkuar marrja e masave shtrënguese dhe ndaluese në gjykatën e shkallës parë për kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, ajo rrezikonte një dënim që shkonte në maksimum deri në 10 vite. Sot që flasim, u shprehen prokurorët, nëse provohen të gjitha akuzat e ngritura nga prokuria, zonja Balluku rrezikon në maksimum një dënim për 35 vitesh. Kjo tregon se jemi në një situatë teje të rënduar sa i takon krimeve të kryera prej saj. Së dyti, prokurorët në një dëshmi që unë do ta quaja tronditse, i kanë vendosur në dispozicion Këshillit të Mandateve provat konkrete se si zonja Balluku përmes 2 formave, si që shprehen dhe prokurorët. Forma e parë, përmes të fortëve, që ata po hetojnë nëse bëhet fjalë për persona të përfshirë në krimin organizuar apo jo, është një çështje nën hetim dhe rezervuan të drejtën për të mos dhënë më shumë detaje, përmes personave që prokurorët i cilësonin të fortët, kanë kërcënuar me jetë dëshmitar në çështjen Balluku, dhe s'dyti, forma e dytë, përmes zyrtarëve të lartë publik, antar të kabinetit zonjës Balluku, cilët përmes 2 formave, spari duke kërcënuar dhe prokurorët cituan proces verbalin se si kërcënoheshin dëshmitarët, se do të ishin nga puna jo vetëm ato që dëshmonin kundër Ballukut, por do të ishin edhe nënën, edhe babajn, edhe motrën, edhe vllajn, dhe nuk do të pushnin më në asnjë punë shtetërore, dhe pasi kishin dështuar me kërcënimin, i kishin ofruar para, që ata të hapnin gojën, se sa dëshironin që të ndryshonin dëshmit që kishin dhënë. Po. To janë relatime të absolutisht dhe vazohen, janë dokumenta zyrtare të prokurisë, unë e kam këtu. Sigurisht që kjo ruhet nga sekreti hetimor dhe unë nuk mund ta bëj publike, po ky është citim i prokurorëve. Prandaj ju duhet ishit në mbledhje që t'i dëgjoni to fakte tronditse, se si me parat që i ka vjedh shqiptarëve, kërkon të blej dëshmitarët, se si kërcënohen me bukën e gojës dëshmitarët. Dhe unë dua të falenderoj kolegët e mazhorancës, se menduan që me pyetjet e tyre, po zhysnin në paqartësi prokurorin. Në fakt bën që prokuroria t'ishte edhe më e qartë se kur, sepse konfirmoj që nuk bëhet fjalë vetëm për persona të pandehur, të cilët janë bashkë pandehur me zonjën Balluku, të cilët janë kërcënuar, po bëhet fjalë dhe për dëshmitar që do të thirren nga prokuria e posaçme
dhe për shkak të rolit të tyre në procedura dhe dienisë së zonjës Balluku që ata do duhet të dëshmojnë për shkak të atyre që dinë në prokurinë e posaçme, janë kontaktuar dhe janë intimiduar përmes dy formave që unë i përmenda. Përmes të fortëve, që prokuria konfirmon që janë nën hetim, dhe përmes zyrtarëve të lartë publik, konkretisht kabinetit të zëvendës kryeministres, duke ofruar para që të mbyllin gojën ose duke i shantazhuar me shkarkim nga detyra. Ajo që dua të nënvizoj është që në një, po themi, besnikëri profesionale, avokatët e zonjës Balluku e ndihmuan Këshillin e Rregullores të Mandatit që të merrte një vendim për miratimin e kërkesës, sepse ne si Këshill dhe si Kuvend mund të refuzojmë një kërkesë për heqje imuniteti nga prokuroria vetëm nëse ka në çështje ngjyrime politike apo ndërhyrje politike. Qoftë prokuroria u shpreh se nuk ka asnjë pretendim të tillë nga e pandeura Balluku, edhe avokatët të pyetur nga ne konfirmuan që e konsiderojnë një çështje ligjore dhe nuk kanë asnjë pretendim për ndikim politik, nxitje politike apo për ndërhyrje politike për të hetuar dhe për të marrë të pandehur apo për të kërkuar arrestimin e zonjës Balluku. Gjithashtu, prokurorët, edhe për këtë falenderoj po prap kolegët, se duke menduar që po fusin paqartësi prokurorët i ndihmuan edhe më shumë që ata të na ndihmonin ne në një vendim të drejtë, prokurorët konfirmuar që hetimet ndaj zonjës Balluku kanë hyrë në një fazë intensive, ku pritet të ketë sekuestrime të tjera të dokumentave dhe provave që vërtetojnë akuzat e prokurisë. Pra jo çdo provë, dhe këtu po themi kundërshtuan edhe atë që tha kryeministri në konferencën me ju në fund vit, që prokurorët i kanë marrë tashmë të gjitha provat dhe zonja Balluku nuk ka çfarë prish. Prokurorët konfirmuan që kjo nuk është e vërtetë, sepse prokuria nuk i ka marrë dhe nuk i ka mbledhur në këtë moment që flasim të gjitha provat që janë të domosdoshme për vërtetimin e akuzave ndaj zonjës Balluku. Dhe së fundmi u qartësua, ju e dini për 2 muaj u bllokua mbledhja e Këshillit sepse po prishin vendimin e gjykatës kushtetuese. Prokuria konfirmoi që çështja që ndodhet në Kuvend nuk ka asnjë lidhje me vendimin e gjykatës kushtetuese dhe nëse ju do të shikoni proces verbalin e mbledhjes së Këshillit, do të kuptoni që asnjë nga 5 kolegët që e zvarriti me këtë argument nuk kishte në i pretendim apo nuk trajtoi në i çështje që lidhej me vendimin e gjykatës kushtetuese. Pra thjesht dhe vetëm e kishin përdorur si justifikim për të penguar drejtësinë dhe për t'i dhënë mundësi të panderës Balluku për t'i prishur prova, për të intimiduar dëshmitar, për të penguar drejtësinë. Në finale, pasi po përpiqeshin dhe ndjek e qardhje sepse i pash që ishin në vështirësi, pra asnjëri prej tyre nuk merrte dot fjalën për të thënë kush ishte qëndrimi i prerë. Dhe pasi ja hollën topin një herë njërit, një herë tjetrit, në fund njëri prej tyre u bë burr edhe e tha qëndrimin, Edi Rama përmes 5 anëtarëve të Këshillit vendosi të pengojë drejtësinë. Pra ata nuk ishin të gatshëm, kështu u shprehen, që të votonin pro kërkesës për dhënien e autorizimit nga prokuria. Dhe nga ky moment, zyrtarisht Kuvendi i Shqipërisë është ndruar në një bunker ndaj të korruptuarve. Nëse mandatet parlamentare përdoren që të korruptuarit, sepse për herë të parë prokuria, që mos harroj dhe këtë detaj, se është i rëndësishëm, deri tani kemi folur për procedura. Edhe prokuria ka folur për procedura. Sot prokuria foli për një dëm të rënd ekonomik që është bërë buxhetit të shtetit, i cili po përllogaritet nga prokurorët dhe bëhet fjalë për miliona euro dëm të shkaktuar ndaj buxhetit të shtetit, pra praktikisht miliona euro të vjedhura nga parat e taksapaguesve shqiptar. Tani i hapur për çdo pyetje që ju keni. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë.